Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht ngjarjet dhe lajmet më të fundit, apo qoftë tashmë duke komentuar mbi thashe themet më të fundit që përfliten për artistët shqiptar. Kam marrë shumë mesazhe rreth në fakt për marrëdhënien e Arbanës edhe Mimozës. Kam patur pikpyetje të ndryshme, Tiron çfarë po ndodh mes marrëdhënies Arbanës edhe Mozës. A janë ato të dyja amike, a ndiqen ato të dyja në rrjetet sociale dhe a kanë ruajtur ato shoqërinë dhe a mendon që Arbana do të jetë përsëri pjesë e Ferma VIP? Unë mendoj që Arbana, ky është mendimi im, domethënë është analiza ime kjo. Unë e shoh pak Arbanën të lodhur nga këto rrugtime, të lodhur nga Ferma. Ferma është një reality show që do për kushtim të jashtëzakonshëm. Mendoj që në Big Brother Arbana ka qenë pak më e lirë, ka qenë pak më, do me thënë më në ambient të hapur, në Ferm ishte pak më e papregaditur, erdhi me një herë papritur, do me thënë e lodhur nga emisioni Mirëmbrëma Yje, sepse më besoni që të marrësh përsipër të bësh një emision është shumë e lodhshme, është një sfidë më vete, por do me thënë Arbana disi ka ditur ta menaxhon dhe mendoj që edhe Ferma ishin dy goditje, le të themi, të menjëhershme për Arbanën që diti ti menaxhon bukur. Unë mendoj që Arbana më së shumti e gjen veten tek Mirëmbrëma Yje tashmë, sepse e ka kuzhinën që Arbana e ka me shumë qef, e ka me shumë shpirt, domethënë është brenda karakterit të saj, e ka të përditshmërinë e jetës, flet për fëmijët, flet për natyrën e jetës, domethënë është më brenda nënës, ndërsa në Big Brother ka qenë më entuziaste, edhe pse unë e pash që në Big Brother VIP Albania 2 Arbana atëherë u lodh pak nga këto rrugtimet. Gjithsesi, Arbana dhe Eduarti nuk është se kanë qenë në marrëveshje me Vision Plusin, që Arbana të punon në Vision. Arbana ka patur një kontratë për moderim që e ka patur me produksionin e Ferma VIP, që nuk ka të bëj fare me Visionin, do me thënë Ferma VIP ka vetëm lançimin të emisionit në Vision Plus, do me thënë Prime-in e ka dhe më pas këto përmbledhje editore, por mbi të gjitha do me thënë është format në vete. Për mendimin tim, normalisht që duhet jetë Arbana Osmani përsëri nëse është Eduarti, sepse nuk ka kush ta bënte më mirë moderimin e Arbanës, por nuk ma merr mendja që kanë krisje me televizionin Vision Plus. Thjesht mbaruan kontratën e tyre, e morën përsipër një format për të bindur edhe televizionin, por edhe publikun që din ta shndrojnë formatin në klikime. Realisht e shndruan formatin në klikime, ka qenë një nga formatet më të ndjekura të Fermës, është komentuar pafund dhe mendoj që ja kaluan dhe Big Brotherit për klikime. Kjo tregon thjesht zotësinë e Arbanës, por që do të jetë Arbana pjesë më e Fermës, këtë me thënë të drejtën e kam pak në dyshim.